Rrjetet sociale po vlojnë sërish nga aludimet për rikthimin e një prej figurave më të dashura të televizionit shqiptar, Louise Ailey. Pas suksesit të jashtëzakonshëm në Big Brother VIP 2, emri i tij po përmendet gjithnjë më shpesh si pjesë e një formati tjetër mallor që do të vijë së shpejti. Sipas zërave që po qarkullojnë në media dhe rrjetet sociale, Louise mund të jetë pjesë e sezonit të ri të spektaklit Ferma VIP, i cili pritet të transmetohet në ekranin e Vision Plus. Ajo që e bën këtë lajm edhe më interesant është roli i përfolur për të, kryeplaku i fermës, një pozicion me autoritet, ndikim të drejtë për drejtë mbi konkurrentët dhe rol kyç në dinamikat e lojës. Ky rol do ta vendosë Louisin jo thjesht si pjesëmarrës, por si figurë qendrore të spektaklit, një lëvizje që sipas fansave do t'i jepte formatit një energji krejt tjetër. Karizma, humori dhe aftësia e tij për të krijuar një lidhje me publikun janë pikërisht elementët që mund ta bëjnë Fermën VIP një nga programet më të ndjekura të sezonit. Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Vëmendja më e madhe është përqendruar edhe tek moderimi. Emri që po qarkullon më fort është ai i Arbana Osmanit, një nga figurat më ikonike të prezantimit televiziv në Shqipëri. Pas largimit të saj nga një format rival, Arbana është përfolur vazhdimisht për projekte të mëdha, por asnjë konfirmim konkret deri tani. Një bashkëpunim i mundshëm mes Arbanës dhe Louisit shihet nga publiku si një lëvizje shahmat për audiencën. Dy figura shumë të dashura, me ndikim të fortë mediatik. Në të njëjtën spektakël, një kombinim që rrallë ndodh dhe që bëhet realitet mund të ndryshojë totalisht balancet e sezonit televiziv. Megjithatë, duke theksuar se deri në këtë moment nuk ka asnjë reagim apo konfirmim zyrtar nga produksioni apo protagonistët. Të gjitha mbetet në kuadrin e aludimeve dhe pritshmërive të fansave. Por një gjë është e sigurt, nëse këto zëra rezultojnë të vërtetë, Ferma VIP pritet të sjellë surpriza të mëdha dhe të rikthehet në një nga spektaklet më të diskutuara të vitit. Këngëtarja e njohur shqiptare Gjystë Vulaj ka zbuluar publikisht personazhin e saj të preferuar në Big Brother VIP Albania 5. Artistja ka shprehur mbështetje të hapur për konkurrenten nga Kosova, modelen Brikena Selmani. Përmes një videoje të publikuar në Instagram, Gjystë Vulaj e ka quajtur Brikenën nusja e ëndrave për djalin e saj, duke ngjallur reagime të shumta në rrjet. Ndërkohë, Brikena Selmani po fiton gjithnjë më shumë simpatinë e publikut me lojën dhe paraqitjen e saj në këtë reality show. Miri, këngëtari i grupit të njohur West Side Family, është pjesë e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, që nga dita e parë, edhe pse para banorëve është shfaqur i fortë, rrugëtimi i tij nuk ka qenë i lehtë. Debatet e ashpra dhe tensionet e vazhdueshme kanë lënë gjurmë, edhe në momente vetmie. Miri nuk i ka mbajtur lotët. Kështu ndodhi edhe sot. Teksa banorët kërcenin dhe shijonin muzikën, ai qëndroi vetëm në llomin e xhumit, i përlotur.